Tani do të shkojmë në një pjesë tjetër të Kosovës, në Drenicë, gjëgjësisht në fshatin Polac të Skenderaj, atje ku Gëzim Gucati ka ngritur fermën e tij të lopëve. Përveç blegtorisë, ai merret edhe me kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, ndërsa tregon se dashuria për tokën dhe bagëtit është e madhe, por se fermarët kanë nevojë edhe më shumë për mbështetje nga shteti. Knasin këtu në fshatin Polac të realizoj një intervistë me fermerin Gëzim Gucati, i cili ka fermën e lopëve dhe unë tani kam pranë vetës. Faleminderit shumë Gëzim për kohën. Faleminderit edhe ju që keni gjithë këtu ardhur. Është knasi gjithmonë. Atëherë Gëzim, tregom pak si ka fillu dita, koha, ka qenë e mirë këto angazhimet që i keni gjatë fermës? Dita kam nisë në mëngjes në ora 7. Ordja kena pastru venin, e kena ish plejnë, e kena pastru shtallën, e kena lëshu lep, e kena qitë në fush. Pas ta i në orë dhe kena këshyri ju kena qitë këtyve në mena që e kemi këtu që nuk i lëshum vjetat për majmeri. Me qka ju shqenë lopë? Me somë, ta gjinja që isë në fillim mëngjes, tani pas ta e që isë më somën. Bese kjo është rutina jote gjatë gjithë ditës dhe kështu kujdesesh për to të gjatë tërkohës? Po, kjo është rutina që e morëm çdo ditë, e kena të njëjtën përditshmëri. Çdo ditë e kena njëjtën punë, ç'më thon, pas punëve që kena në për ora që do të më dol me. Besoj tash ka fillu kjo sezona intenzive, kështu për shkak të kohës që tash po marr më mirë edhe ju bjan juve për me dalë edhe me punu edhe në toka. Kom sezona e misrit, tash që kena mirë misrin, tash disa ditë do të nis me sërpik, me vos sërpikjen për baruja të këqija. Sa are punon tokë? 15 hektar. 15 hektari punon e. Dhe më thanë vetëm misër apo edhe grur? 11 i kam misër që i kom mjëllë deri tashti, edhe 1 hektar kam i kësit grungër të dvejrë dhe me mjëllë përsëri apet misër. Po, atëre Gëzim, a dallan kjo në sezonat e dimrit, çfarë punë bënin në sezon dimrit? Edhe te tregove që ju i lirani tash lopët në Kullosa, po gjatë sezonës dimrit? Gjatë sezonën e dimrit e kam venin jashtë që javëthori, edhe ju qes jashtë me amër. Nuk i moj, gjatë ditës nuk i moj në mena. Vesh nësë kur të në kërë shumë kotrejshna të shijet ose të burës, i moj në mrenë. Po, sa kreri ki gjithsej? 16 kreri janë gjithsej. 16. Disa janë qumshtore dhe disa janë për majmëri? Non janë qumshtore, kjerat janë për majmëri edhe vita që mundën me konë femna që i mojna për shtimin e fermës. Po, e kuptoj. Që sa vite kështu merresh me blegtëri? Nga erdhi ideja mu marrë me blegtëri? Me blegtëri na merre qysh për mas lufte baba që ka mojt lep. Po, edhe mande e ke trashëgu të? Edhe kena trashëgu. Në periull, me thonë, kena posë ma pak. Tani në shku që qërë të rejt, për nuk o konë lavdëria që molle, edhe s'ka pas fitime shumë? S'ka pas fitime shumë, e kena paku, e kena mojtë ma pak, tash të e kena rejt numrin apet përsëri, e kena rejt numrin, edhe puna fërshi spontyre, që nuk përko fërshi spontyre, për tash të dojnë mekanizmi
puna më letu më shumë. Po, cila periudhë ka qenë që nuk ka pas shumë fitime në blegtëri? Ban mend kështu edhe që është dashur me i hek numrin, me zvoglu? Dykon 2006-2007 nështë kena pos ma pa. Po. E ta është pej 2014-2016 e kena nisë me rritë numrin përsej. Po. Tregom pak a shumë edhe për sfidat cilat hasni ju çdo ditë. Ju fermarët keni goxha sfida të pas parasysh edhe kushtet atmosferike që nuk janë dorën e juaj, edhe në këtë rast që e ceke që fuqi punëtore në ditët e sotme është shumë vështirë me gjetë, po trego pak ato vështirësitë, e sidomos edhe këtë periudhën e qumshtit që ka qenë një krizë goxha e madhe për juve. Sa ju ka prek? Përgjithsisht fermerët i ka prek kriza që kom puna e qumshtit, që lirën çmimin e qumshtit, krejt çmimet janë rrit, derisa ata çmimin e qumshtit e kanë zvoglu. Për shumicën e fermerëve ka shumë krizë mëdha se kanë torna veç pej qasoj ferme që merr veç me qumsht. Unë për fat mirën e bika grumbulluese nuk i shes. Unë i shes veç privat, ju qaj në për shtëpia. Po. Të unë nuk kanë dikuaj ku me ditë sa, për fermerët tjerë që kanë qune për pika grumbulluesme, aja ka konë diçka shumë e ramë për ta, se aja ta merren veç me qatë. Po, e vërtet, po qysh mendon se duhet me qenë për me pas jo një rendiment e mirë dhe mundat knaqër? Si mendon që duhet me qenë, edhe sa duhet me ju përkra juve qoftë komuna apo edhe shteti? Komuna duhet me përkrau fermerët, duhet me dojnë në vizit ma shumë, me i këshy fermerët se kush pëpënen, edhe që aty mjide që për i shpendojnë me i shpendojnë në përven e ku dohet, po. Me pos vizita ma shumë të fermerët. Me këshy kush ka pënen, kush është që nuk pëpënujnë, e për fatkesh për aplikujnë edhe për përfitujnë. Po, ju këtë fermë keni krejt me forcat juja dhe gjithçka që përshojmë këtu është me forcat juja, vetanake, edhe nuk është që keni marrë ndonjë ndihmë nga komuna apo edhe nga shteti. Shumica për këty vjen që i kena bo me mjetë vetanake, për se plësht i kom përfitu për i komune para 4 vite, i kom përfitu, këtu tjera të krejt që janë mjetë që i kena blej me mjetë vetanake. A mendon që hapësira brenda në fermë është e vogël edhe në një farë mënyre nuk ta lejon ty edhe me rrit numrin e tyre? Po, është aja shumë vërtej që numrin që e kam të krerëve, unë më shumë nuk kam mundësi me rrit numrin pa pos në rrit shtolle, pa pos vendur, nuk më rrit e numrin më shumë. Pas shtu i lep që të shtyhen, vitat i laun të zgjidh i laun në vend më ngusht, që nuk kam hapësirë ku me lonë, nuk kam venin për me rrit numri më shumë. Nuk kam kapacitet shtollës që me rrit numri më shumë. A kishe dash në të ardhmen me fitu qoftë një grand? Me konë që mu e fitej në i grand, ose më një mëndi kush më maru në i fermë, po e me shtu në të mijat, me mjete vetanake, po me konë që më një mëndi kush më përkrau, deri në 30 krerë e kësha bom me... E ki kapacitetin edhe një farë mënyre mund është mja dalë ti vetë me u kujdes për to? Deri në 30 krerë kësha mujtë që mu kujdesën e për ty, pa pos nevoj për ndonjë pëntyre diçka. Pa. Sa shkon kështu tash qumshti, qmimi i qumshtit? Qmimi i qumshtit që më përmorën pikat grumbulluese janë 28 cent, 30 cent. Po jo kështu e shitni me litër, me litër. Po, 1 litër, për shembull që vinë njerëz të marrin familjet. Me orë me morë e kanë 75 cent litre. E mjaftueshme për shtëpia kanë 1 litër. 1 euro. Është mjaftueshme? A mendon me standardet që janë rritë, çmimet që janë rritë? E mjaftueshme. E mjaftueshme është se me krahasu me çmimet që janë të i marrë me pika grumbulluese është e mjaftueshme. Po kështë mishi? Mishi, të mishi nuk ka keq, që 2 vitet e fundit mirën nuk ka keq, ka laverdi. Sa shkon kështu kilogrami? Kilogrami 4 gjys, 4,40,
shkën që është u rritë çmimi i henes si vjetë, është i shku 5.30. Po, edhe qëfar race i ke këto lopt? Lopt në kejna ja 2 mështira i komore si vjetë Flexvi, është rrallë orë për Gjermanie, edhe këtu tjera të kejna të përzime lopt të una që i kena rritë. Po, e bën kështu shqitjen e tyre në për festa, gëzim? Të lopëve, se të viqave, apo? Ju, zakonisht ju, se në për korbona që është sezonja korbona, pa e po se lupa 2 vjetë, nuk mund është me shi. E na lep që kina për qungësit, na nuk i shejsu, i mojna disa vite. Edhe nuk bika që i kina për majmeri nuk për mundu me rritë që për mi shqit për korbona. Nuk për qëllën, nuk për sezona që për mundu me shqit për korbona. Edhe lep që ati shejsëm për pasterma, zakonisht që shejsëm për vitri, që është okti pasterma, për kurban ju. Po, kur fillove me u marrë me punën e blektorisë, edhe trashëgove punën kështu nga prindi, a e ke mendu që ja ka vlejt, apo është dashtë edhe me punu një punë tjetër? Nuk është që... Po mendoj që atëherën kur ja kena nisë me punu, nuk kom që ja ka vlejt, ku me ditë sau, po kena pos ku me shku me punu, se ina kom që shme thonë ma thëmi, a i një kom thëmi, e kena trashëgimi, sa ina kom thëmi s'kena mujtë me shku me punu dikën. Ta nga ka hinë qef që ke punë, edhe e bojna me qef. Nëse nuk e bën këtë punë me qef, nuk më në matë. Po, e vërtet. Po, sot me gjithë këtë standard të jetës, ja vlenë më marë? Për një jetë mesatore. Ju, ku me ditë sa që ja vlenë për një jetë mesatore me bonë për. Po, ty ndihmon dikush këto kur vjen, apo vetëm te? Shumicën e punëve i kry vetë, ka ora shumë një mëndal boba, po shumicën e punëve i kry edhe. Po, edhe qysh të bën mundi kur vjen kështu dhe isha lopë që janë të shëndetshme? Ka pas dhe një smundje që është shfaqe dhe që është dosh me trajtu? Ju, smundje nuk kam, në thajmë s'kom pos probleme me smundje. Fatmirësisht ka vite që nuk kemi pos probleme me smundje. Të ka është. Tash në këtë sezon po mdoke që ki me fillu me mbjell edhe speca. Apo? Më trega pak këtë... Ta është u kry sezon e misrit, gronin që kena mjell. Ta është kena mi kësit, kena mi vonë rëtëbolla, ishim për lep. Pastaj do të me inë me livru, me frezat dhe mu pregadit me mjell një këtere spejca, pjepna, bastan. Edhe bani shitjen kështu në marketa, po? Në për markete me nej me shit, po edhe me dollë me shit edhe vetë. Kur traj, po? Kur ti me dollë edhe në për tregje, me shit edhe në për tregje. Po, puna e fshatit kjo është, të më ta me punu gjithmonë prej mëngjesi, deri mramje. Po, deri mramje, deri dvyna ka herë. Po, e vërtet. Cili kish me qenë një mesazh për trinjt e vendit tonë, që edhe një farë mënyre po largohen prej vendit, po edhe nuk po e dojnë këtë punën e bujqësisë dhe blektarisë? Punën e blektarisë dhe bujqësisë është puna që nuk më në mund gjithkusht nëse nuk e dënë këtë punë. Ti me i blejmë një të ti blejnë e krejtë, po nëse nuk e dënë punën me qef, kjo punë ka shumë sfida dhe dërzysh, nuk më në mund, që nuk e dënë këtë punë. Po. Planet për të ardhmen? Planet për të ardhmen vinë dërtu një fejnë tjetër, matë mollë me rritë kapacitetin e kreve të leve, qongështit. Po. Edhe me janë ishtë me shite për pika grëmëduse, veç. Po. Ashta dhe qmimi e rritin nuk shkën të jezëvgullu. Që mund do të knaqën të dy palë. Se qmimi u konë 40 cent, e kanë zbrit 10 cent, 30 cent për fermerit, e është ndami ma se asë shpenzimet. Nuk janë bulan, po, e vërtet. Unë e të rejshë shumë sukses edhe faleminderit shumë. Faleminderit të për juve. Grazie.